Nëse përmbytet vendi, që ne dim që çdo vit do të bjerë shi, çdo dimër ka ato vështirësitë e veta. Nëse supozojmë bie një shi jashtë për masave parashikuese që mund parashikohet për të marrë masat ne si njerëz, kjo është diçka e pranueshme. I dorëzohemi vullnetit të Allahut të lartësuar. Nëse të mbushen lumet nga ky shkak, eyvallah, e pranojmë. Ama nëse ne si njerëz kemi bërë padrejtësi duke gërmuar lumet me pa kriter, duke prerë pemët në përmale, të cilat janë gjëja thelbësore për të mbajtur ujin e kodrinave dhe maleve që mos të rrjedhin poshtë nëpër qytete, këtu ne kemi bërë me duart tona fesadin, shkatrimin. Dhe ky shkatrim dhe kjo përmbytje më pas nuk është si shkak i dënimit Allahut të lartësuar që mundet neve ta adresojmë, por është si shkak i bëmave të duarve tona si njerëz.